Spari më besoj që është rëndësishme me pas zgjedhje, për shumë faktorë. E para, ndoshta edhe më e rëndësishme është se nëse s'kem zgjedhje, kem president, e kur t'kem president, pushteti koncentrohet totalisht në fuqitë e partisë pushtet, përkatësisht kryeministit Kurti, dhe ne besojmë që është e damshme. Ju keni pa shpejtësinë që është të përdorur këtu ditët e fundit, nesër do të votohen 2 gjyqtarë gjykatës kushtetuese, KPM-ja, Bordi RTK-s, KPK-ja, KXK-ja, pra në këtë periudhë shkurt gjithçka ka tentu me kontrabandu dhe me i koncentru pushtetin. Në ndërkohë, ndërsa opozita jonë po kushtimisht me thonë po bën se hir, kryeministri me presidentin ose ushtruesin e detyrës presidentit ka vazhdu mandatin edhe për 5 vjet shefi të AKI-s, i cili minimalisht i ka 2 skandale. E para është alarmi i rrajshëm për sulm ndaj kryeministrit ose atentat në Maqedoni. Skupa jo. Po. E dyta, lajmi nga drejtori aktual i RTK-s, në atë kohë duket nuk ka qenë drejtor, Erlin Dervalla. Pra një fake news nga televizioni publik i cili tha i ka marrë informatat drejt për drejt nga AKI. Dhe në këtë moment ai edhe 5 vjet e konsideroi këtë person të dobishëm për veti dhe vendosi që ta ketë pjesë të udhëheqjes së shërbimit informativ. Kur e kthen edhe këtë lajmin për këtë hajgarën në Shkup pra RTK-ja e ka pas dhënë. Po dhe? Dhe të dyjat janë pej shërbimit informativ të Kosovës, sepse kanë shërby agjendës kryeministrit. Pra, është vetëm një rast. Tjetër, partitë opozitare po thonë që Albin Kurti është ma keq me numra. Partitë opozitare thanë që rezultati i dhjetorit ishte aksident, plus i ndihmuar nga data 28 dhjetorit mërgatës. Pra, ka faktor elektoral tash, strategjik të opozitës, që do duhet shkonim zgjedhje. Por unë nuk e kuptoj opozitën parlamentare, qysh është e mundshme që i jep kësi argumente pushtetit që do të delegitimoj atë. Pra, negocion një në nënë, PDK-ja po negocion për një kandidat për president, pa përfshirjen qëri. Ndërsa në anën tjetër, LDK-ja po negocion dhe tashmë ka dhe ofertë dhe kundër ofertë për përfshirjen qëveri. Pra, kryeministri Kurti ka afru 3 ministri, ndërsa LDK-ja ka lyp 3 ministri plus presidentin. Pra, 2 parti që thojnë që kryeministri Kosovës është autor... Duket ata demantojnë diçka, thanë që s'kena... S'ka rëndësi që demantojnë, është rëndësishme që apo ndodhë. Që apo lypin takime, për që apo flasin, për që apo takohet. E vërteta është që në takime kanë shku edhe... Po kanë shku për me shëtit edhe ma keq. Jo, 4 miliard janë budget, aty dikush e merë 1 miliard, dikush i merë 3 miliard, është paka shumë e pritshme. Problemi është që edhe kënej qëndrimi vetë vendosjes ka qenë na miliardat nuk japim, nuk japim ministri. S'kem dilema për vetë vendosjen. Problemi është që për një kohë, personalisht dhe PSD-ja ka shpresu bashkëpunim me opozitën, por ka qenë përpjekje gabume në kuptimin e rezultatit, jo të motivit dhe të piknisjes. Ajo që muna me thonë është që Partia Demokratike e Kosovës janë bo sapi bjen dikon ma shumë se 20 dit prej kur është nëzirë vendimi që vendi nuk shkon zgjedhje po ka afat shtes, nuk e ka aftu mbledhjen e Këshillit Drejtues, ndonë se ka paralajmëruar 2 dit mas vendimit. Pra e ka marrë mbledhjen e kryesisë dhe të grupit parlamentar dhe doli, nëse s'gaboj zonja Qitaku dhe tha, ne do të aftojmë shumë shpejt edhe Këshillin Drejtues. Pas 2 ditë thanë, na do të aftojmë Këshillin Drejtues kur ta kemi një letër zyrtare për kryeministit. Pra, partia më e madhe opozitare në kuvend është u prit për me i thirrë organet e veta, për me marrë qëndrim çfarë letër për shkruan Albini. Apo Albini nuk për shkruan letër, apo për shkruan SMS në WhatsApp, apo për e thirrë në telefon kryeministit. Kësi lloj opozite e dëshiron dhe fantazon secili lider autoritar. Do me thonë në të gjitha nivelet e lumë. Edhe ju e pa çka ndodhi, këta e patën sekuencën e parë. Këta negociun me kryeministrin, doli kryeministri në konferencë për shtëp, dhe i talli, i falenderoj për bashkëpunimin, kallëzoj, tha, ky lypi kështu, ai lypi ashtu, unë ju thash kështu. Këta pja mundsojnë një lideri i cili dën me kap çdo gjë, dhe sipas përkufizimit tyne, jo mos i veç të vetë të PSD-s. Këta vetë thojnë që kjo është